As-salatu was-salamu ala rasulillah. Po flasim për shenjat e profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndër argumentet e qarta të profecisë së tij janë edhe njohuritë dhe lajmet e shumta që ka sjell ai mbi çështjet e ghaibit, çështje të fshehta, të cilat ka qenë e pamundur që profeti sallallahu alaihi wasallam t'i zbulonte vetë, t'i gjinte vetë. Ai nuk ka ditur shkrim dhe lexim. Nuk ka mësuar me ndonjë dietar nga i tharët e librit jehudit dhe krishterët. Në mesin e popullit të tij nuk ka pas dietar. Kështu që gjithë këto njohuri, këto lajme mbi Allahun subhanahu wa taala, mbi botën e melajkeve, mbi të dërguarit, zanafillin e krijimit, të dërguarit, Ademin si profet, Nuhun si i dërguari i parë i Allahut për njerëzimin, Ibrahimin, Musain, Isain, Muhammedin alayhimus salatu wassalam, Ibrahimin, Musain, Isain alayhimus salatu wassalam dhe profetë të tjerë, tregime të popujve të mëparshëm, tregime të popujve të zhdukur, shkaqet e zhdukjes së tyre mbi botën e xhinëve. Në ka dhënë mjaft informacion profeti sallallahu alaihi wasallam, informacion që ja ka shpallur Allahu subhanahu wa taala mbi jetën e varrit, mbi shpirtin, mbi shenjat e kiametit, mbi kiametin, ditën e gjykimit, xhenetin, xhehenemin. E përmendë në fillim njohuritë mbi Allahun subhanahu wa taala. Në ka sjell i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam përmes shpalljes njohuri mbi emrat e bukur të Allahut, mbi atributet e tij të larta, mbi veprimet e tij madhështore, mbi urtësitë e Zotit, mbi punët e Allahut, dhe vetëm në këtë mënyrë njeriu gjen një shpjegim të arsyeshëm për gjithësinë. Domethënë saj të asaj njohurive që ne ka sjellë profeti mbi urtësitë e Zotit, mbi punët e Zotit, mbi emrat e bukur të Allahut, atributet e tij të larta, po nuk është vendi këtu për të zgjeruar më shumë. Pra gjitha këto njohuri është e pamundur që ai ti sajonte vetë, ti gjinte vetë. S'ka pas kontakt me ndonjë dietar. Ka qenë analfabet, nuk dinte shkrim dhe këndim. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin." Këto janë lajme, janë njohuri të ghaibit, domethënë të fshehtës, dhe përfshin gjithë ato që i përmenda. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Këto nuk i ke pas ditur as ti dhe as populli yt para kësaj, pra para se të zbrisë shpallja, para se të vinte ty profetësia. Fasbir, prandaj duro në thirrjen e njerëzve. Është çështje madhore kjo është ngjarja më e madhe historike. Duro, fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Vërtet përfundimi i mirë përket njerëzve që kanë frikë Allahun, që i ruhen dënimet të tij, që janë të devotshëm në fe dhe i përmbahen rrugës së Allahut të lartësuar. Innal 'aqibata lil muttaqin. Kjo vlen për profetin si prisi i njerëzve të devotshëm, por edhe për pasuesit e tij. Përfundimi i mirë përket njerëzve të devotshëm dhe në këtë botë, se ka njerëz që mendojnë që përfundimi i mirë për muslimanët është vetëm në ahiret. Nëse në këtë botë muslimanët vetëm do vujnë, kjo s'është e vërtetë. Përfundimi i mirë në dynjë dhe në ahiret u përket njerëzve të mirë, siç e ka dëshmuar Allahu i lartësuar në Kur'an. Dhe kjo është hak, është realitet. E realizoi Allahu në kohën e profetit, është realizuar edhe pas kohës profetit. Janë përmbushur lajmet që ka dhënë profeti dhe do përmbushen edhe lajmet e tjera që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam mbi triumfimin e ummetit dhe përhapjen e thirrjes islame kudo në botë. Për shembull, në një vend tjetër në Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Tilka min anba'il ghaibi wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idh yahtasimun." Këto janë lajme të fshehtës. Ti nuk e qenë i pranishëm kur lindi mosmarrveshja mes tyre se cili do të ishte kujdestar për Merjemen. Pra Merjemen alayhas salam, nënën e Isait, kush do kujdese për ta. Edhe hodhën short, idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, edhe hodhën penët e tyre. Dhe shorti i doli Zekerijes
alayhis salam, i cili kishte për grua tezën e Merjemes. Dhe Allahu i lartësuar ja la në kujdestari Zekarias alayhis salam. Wama kunta ladayhim idh yahtasimun. Pra ti nuk e qeni pranishëm kur ata domethënë kishin mosmarrveshje në këtë çështje, dhe Allahu i lartësuar ndau këtë çështje që të ishte nën kujdestarin e Zekarias alayhis salam. Është mëshirë nga Allahu shpallja. E zbriti Allahu si mëshirë në një popull që s'kishte kontakt me shpalljen, ndërsa rruga e Ibrahimit alayhis salam ishte gati në zhdukje, kishin mbetur ca gjëra nga feja e pastër e Ibrahimit alayhis salam, por ishte gati në zhdukje. S'kishin në mesin e tyre dietar të krishterë as çifut. Kështu mëshirë nga Allahu i lartësuar ja zbriti Allahu këtij njeriu që e përzgjodhi nga i tërë njerëzimi në këtë popull që realisht është përzgjedhje nga Allahu subhanahu wa taala, edhe pse në fillimet ata kanë qenë kundërshtar, por shumica e tyre pastaj u bën pishtar, u bën thirrës, u bën udhëheqës, u bën komandant, u bën zemra e ummetit, muhaxhirët dhe ata që pranuan Islamin më pas, kur shtirua Mekka, edhe domethënë u përhap thirrja në të gjithë botën. Thot Allahu subhanahu wa taala në një vend në Kur'an, thot: "Wama kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta minash shahidin walakinna ja'alnahu nuran walakin rahmatan min rabbika la'allahum yatadhakkarun." Ti nuk e qenë në anën e kodrës së Turit kur ne i thirrëm Musait alayhis salam, dhe Allahu e ngarkoi me përcjelljen e mesazhit, e bëri të dërguar, walakin rahmatan min rabbik. Ti nuk e qenë në anën e kodrës së Turit kur ne i thirrëm Musait, po kjo është mëshirë nga Zoti yt. Walakin rahmatan min rabbik, kjo mëshirë nga Zoti yt. Allahu si mëshirë të zbriti shpalljen dhe t'i tregoi këto lajme. Këtë e ka përmendur Allahu i lartësuar në kontekstin e tregimit të Musait alayhis salam. Walakin rahmatan min rabbik, kjo është mëshirë nga Zoti yt. Profecia, Kur'ani, mëshira, lajmet, njohuritë që Allahu i lartësuar ja ka dhënë profetit janë mëshirë nga Allahu. Litundhira qauman ma atahum nadhir min qablika la'allahum yatadhakkarun, që ti të paralajmërosh një popull që s'u ka ardhur paralajmërues para teje, që s'u ka ardhur i dërguar para teje. La'allahum yatadhakkarun, që ata të marrin mësim, që ata të pranojnë këshillën dhe të jenë prej atyre që i zbatojnë urdhët e fesë dhe largohen nga haramet, që të arrijnë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Elusë Allahun të bëjë të dobishme këto që u shpjegova. Allahu shpërblet me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin.